Juventusi ndalet me barazim ndaj Sporting Lisbonës, por Edon Zhegrova sjell shpresë për Bardezent. Juventusi dhe Sporting Lisbona ndan pikët në Torino me një barazim 1-1 në ndeshjen e fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve. Inkuadrimi i Zhegrovës në minutën e 71 solli energji të re në sulm. Driblimet e shpejta, vetbesimi dhe kreativiteti e bën menjëherë të dukshëm në fushë. Legjenda Alessandro Del Piero e vlerësoi lart Zhegrovën. Ai të jep ndjesinë se mund të lëndojë, një cilësi që duhet të shfaqet për të gjitha 90 minutat. Kurse trajneri i Juventusit Luciano Spalletti pranoi shpejtësinë dhe cilësitë e Zhegrovës, duke shtuar se lojtarit i duhet kohë për t'u përshtatur pas rikthimit. Megjithatë, një pasim i humbur e acaroi trajnerin gjatë ndeshjes. Edon Zhegrova shihet si rrezë shpresë për Juventusin. Me energjinë dhe kreativitetin e tij, Bardezent mund të shpresojnë në një rikthim të fortë në Ligën e Kampionëve dhe Serinë A. Zhegrova tregon se Juventusi ka një armë të re në sulm dhe tifozët janë të gatshëm të e ndjekin çdo hap të tij.